shkoj Rama në shtëpinë e bardhë. Po çfarë mund ndodh? Më fal, e di, ata po. Shikoj intervistën të CNN. Që unë që kam i rrezikshëm, po jam shpjegoj tani këtu për sy. Jam i rrezikshëm unë. Po sa zani? Nuk i, më fal, ti tani do të futet në burg ai të thotë që po ndërhyr në mënyrë të palishëm edhe të bën gati prokurorët e Partisë Demokratike Amerikane që ta këfusin burg në krye detyrës? Pa as bëhet fjalë, ai ju se din atë gjë. Pse ju mendoni se mentaliteti amerikan kur bëhet edhe korrupsioni shkon paket bashk duke bërë korrupsion në krye detyrës? Amerikanët janë institucional aty. Jo si shqiptarë që ai në të njëjtën familje është në konflikt interesi edhe bëhet edhe investitor strategjik, edhe gjykata kushtetuese i bë xhiro, edhe kryeparlamentari bëjnë interpretim. Edhe ai që dyshohet për ndërhyrje të provave bën keq interpretim në media, thot çdo gjë të mundshëm që nuk është realitet dhe pastaj kur dalin në opozitë do thënë ose kur do bëjnë një konflikt i brendshëm partiak po ne nuk ishim mundësi të flitshim ato kohë sepse ishim shumë të zhytur në disa punë të kombëtare, se këto shqiptare, po na edhe Edi Rama s'na la edhe kështu e kupton. Të jemi realist tani, të themi disa gjëra ashtu siç duhet. Duhet të keni parasysh diçka. Nuk ka rëndësi shifra. Nuk ka rëndësi sa janë 69. E rëndësishme e kësaj gjëje është që ka. Edhe sikur të ketë një, ka. Edhe një po të them, do të them edhe diçka dhe akoma nuk e keni kuptuar. Në rast se zoti Rama është i ftuar zyrtarisht, nuk preket nga asnjë gjë mas në Amerikë. Në rast se shkon privatisht, gjithçka është e mundur. Në Amerikë flas. Te Ursula von der Leyen dhe tek Costa, i cili partia e tij humbi, prit. Partia e tij humbi, Costa i që tha integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, humbi partia e tij socialiste, se ishte socialist ai, se normalisht socialistin e vet do të mbëroj ai, humbi në Portugali. Iku. Do shkoj iki tani të shkoj kandidoj në 2026 president të Portugalisë. Avokat, ne kemi motrën e madhe. Na mashtrojmë për integrimin evropian, a kupton tani? Ne po mashtrojmë për integrimin evropian. S'ka integrim në zotëri, e kapitulli në qeshor ajo kohë si e ka emrin, mashtron. Në datën sekreti, në datën 4 me 5 qeshor, shikoj këtu, Parlamenti Evropian, ky është lajmi, Parlamenti Evropian që asnjëherë s'e ka nxjerr, do të diskutoj për zgjedhjen në Republikën e Shqipërisë. Avokat, ne kemi motrën e madhe. Motrën e madhe. Meloni. Motër është ajo. Ja, është i thot kryeministri tani. Ajo mund të jetë urë që mund ta çojë te Trumpi, pa kurth. Shiko, Trumpi nuk bën kurthe. Ata kanë ra vetë nga kurthet e Bidenit. Kemi realist. Kurthi më i madh të jesh edhe të bësh tani luftë të Rusisë pa armatime dhe ai ka mal me armatime, normalisht vetëm Shqipëri do kjo gjë. Të dalësh në OKB edhe të thuash e kupton tani nuk kam çfarë të them këtu. Këto kurthe ja ka bërë vetes Bideni dhe Edi Rama vetes. Avokat, ky regjim i ri i vizave, sepse ne folëm që do prek legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, por media te nga krahu jon, rrezikojnë? Për çfarë të rrezikojnë media? Për viza? Për në shprehjes tani. Ndoshta nuk e di, media rrezikon gjë? Jo, shiko,